Sot me lejnë Allahut azza wa jalla jemi me ajetin ku Allah subhanahu wa taala në surën Anfal, ajetin 27 dhe 28, Allah subhanahu wa taala thot: Ja ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ajo të cilët i keni zonë besë Allahut subhanahu wa taala, ajo të cilët i keni besu Allahut subhanahu wa taala, keni thonë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, la takhunu Allaha war rasula. Mos e tradhtoni Allahun dhe as të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, dhe në këtë mënyrë e tradhtoni amanetin e juve, e hubni amanetin e juve që Allah azza wa jalla wa antum ta'lamun, dhe ju këtë vepër tradhtin ndaj Allahut dhe pejgamberit dhe amanetin që ja dha Allahu subhanahu wa taala e tradhtoni me dituri duke e ditën, jeni të vetëdijshëm. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna, ta dijeni se pasuria juve e vlatë të juve janë fitnë, sprov për Allahut. Wa anna Allaha indahu ajrun azim, dhe dijeni se Allahu azza wa jall shpërblen dhe ka sevape shumë. Pra me këto dy ajete Allahu subhanahu wa taala po na tërheq vërejtjen dhe don të na mbron për një sprove të madhe, e cila është ku Allahu subhanahu wa taala na tërheq vërejtjen në mënyrë të prejmë që mos ta tradhtojmë Allahun, mos ta tradhtojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mos ta tradhtojmë amanetin të cilën Allahu azza wa jalla na i ka lënë. Atë për cilën unë du me folë vëllezër të dashur është që Allahu subhanahu wa taala na ka begatuar me shumë dhunti. Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë shumë të mira. Allahu azza wa jalla na ka begatuar shumë dhe na ka dhënë shumë amanete, të cilët ne këto amanete do të mi dërguar në vend. Përndryshe do të japim përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. E një ndër amanetet më të mëdha që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe e mbartë insani është dini Allahut, është feja Allahut, është tauhidi, njëshmëria për të cilën Allahu krijoi qiellin dhe tokën, për të cilën Allahu krijoi xhenet dhe xhenem, për të cilën Allahu azza wa jall këtë univers e krijoi, vetëm e vetëm që Allahu azza wa jall të njësohet në adhurim dhe të bëhet sejdë Allahut azza wa jall. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, në këtë amanet, në këtë përgjithësi, në çka Islam, çka e keni ju, në çka din të cilën ju e keni, çka Islam, ja u kemi paraqit qieve, ja kemi paraqit tokës, ja kemi prezantuar dhe maleve. Këtë përgjithësi të madhe, këtë din të cilën ne sot e kemi dhe themi la ilaha illallah, vëllezër dashur, në jetën kohë është vlerë, është nder, është mirësi, është begati Islami, po edhe në jetën kohë është edhe përgjithësi, edhe amanet, të cilën ne, nëse e realizojmë si duhet, do të shpërblehemi tek Allahu azza wa jall, po nëse dështuam, lusna Allahun azza wa jall që të na mëshiron, se përndryshe do të japim përgjithësi. Për këtë Allahu azza wa jall thot, në këtë islam jo ofrum përgjithësinë, islamin, amanetin, qiejve, tokës, maleve, por ato e refuzuan, nuk e pranuan. Kur e ponë se sa i ronda ki din, kur e ponë se ki amanet të ko ka shumë i madh, edhe lip ka punë, lip ka përgjithësi, lip ka lodhje, lip ka për një përvel kratë me punua, toka, qiet, malet, kodrat, fa e bejna një ahmilnaha, fa e refuzun të ambartin dhe të amorin këtë përgjithësi. Fa hameleha l'insan, fa e pranoj këtë amanet njeriu, innehu kana zaluman jahula, nga sa i ishte zullumqar, a ishte njeriu është në tabiatin e vetë zullumqar, nuk i çon amanetin në vend si duhet, edhe xahil edhe ignorant për atë se çfarë përgjithësie ka marrë. Vëllezër të dashur, këtë dinë të cilën ne e kemi,
e kemi amanet prej Allahu subhanahu wa taala që dhe e kemi për obligim fillimisht me mësune. Çka din, çka islam, ne duhet me mësua. Ne duhet me harxhu pak pikës tonë me ndëgju fjalët e Allahut, me ndëgju fjalët e pejgamberit, me mësu islamin, me mësu halalin, me mësu haramin, me mësu çfarë don Allahu, me mësu çfarë urren Allahu, me mësu se cila është mënyra dhe metoda më e lehtë për me hinë xhenetin Allahut azza wa xal. Me mësu cila është mënyra më e mirë për të mbrojtur prej zorrë xhenemit. Me mësu këtë din, këtë fe, se e kemi amanet, e mbartmi këtë amanet, dhe do t'japmi përgjegjësi para Allahut azza wa xal. Se njeriu i cili nuk e din një sen, s'mund t'ja transmeton tjetrit, nuk mund t'ja mëson dikujt tjetër, nuk mundet këtë amanet, këtë islam, me aqu dikujt tjetër. E ne kemi farz, ud'u ila sabili rabbika, fa thirr rrugt Allahut. Ne kemi për obligim fillimisht me mësu ne këtë din. Ne kemi fillimisht farz me mësu këtë fe, këtë amanet. Për këtë Allah azza xal tha, ajetin e parë çka e zbriti, tha ikra, lexo. Pastaj Allah azza xal i përmend tre sende me të cilët njeriu fuqizohet me dituri. Pesë ajetet e para çka i zbriti, Allah azza xal e përmend lapsin, e përmend leximin, edhe e përmend diturinë. Të trijet janë sende, mjete me të cilët njeriu forcohet intelektualisht. Forcohet, e forcon mendjen e tij, e forcon dinin e tij, e forcon fenë e tij. Se pa dituri, njeriu amanetin s'u e çon vend. Edhe do të jetë prej atyre të cilët e kanë tradhtu Allahun, e kanë tradhtu pejgamberin, po edhe e kanë tradhtu amanetin. E amaneti më i madh i Allahut në tokë është dini tina, është feja tina, është tauhidi, është njëshmëria, për të cilën thash Allahu ka dërgu pejgamber dhe ka zbrit libra që ai të njësohet me ibadetet tona, me veprimet tona dhe mos t'i përshkruhet shirk. Për këtë gjithë pejgamber prej të parit dhe deri tek i fundit, që numri i tyre është shumë i madh, Allahu subhanahu wa taala i thot, këtë kanë ardhur me një moto: u'budullaha wajtanibut tagut. Adhuroni vetëm Allah. Njësoni Allahun në adhurim, njësoni Allahun në adhurim, me veprat tona ta njësojmë Allahun subhanahu wa taala, edhe largohuni prej zotëve të rrejshëm, wajtanibut tagut, çdo send i cili adhurohet krahas Allahut azza wa xal, në forma të ndryshme, mënyra të ndryshme, është tagut. Andaj amaneti më i madh që të kokan tokë është tauhidi. Vëllezër të dashur, duhet me kuptu një send, edhe atë betohem në Allahun subhanahu wa taala, se nuk ka në këtë dunjë, në këtë botë, send më të mirë, send më të ëmbël, send më me vlerë, send më të bekum, më të dritshëm, se sa tauhidi, se sa njëshmëria. Janë të privum ato njerëzit, të cilët jetojnë në këtë botë, dhe dorëzojnë amanetin, shpirtin te Allahu azza wa xal, dhe se kanë kuptu kënaqësinë, se kanë kuptu shijen e bukur dhe të ëmbël çka ka tauhidi. Andaj vëllezër të dashur, për besimtarin s'ka mërzi. Nuk ka pse mërzitet besimtari dhe pse e ka plagështia, edhe pse e ka stresi, pse e ka problemi. Allah i dashur, veç imagjinojë një sen. Prej 7 miliard njerëzve, 7 miliard, 8 miliard i ka kjo botë tash për momentin. Imagjinoje të ka zgjedh Allahu azza wa xal. Për këtë tauhidi është istifaka i fundjetartë. Njëshmëria me kon besimtar, edhe mos me i përshkujt Allahut shirk, është zgjedhje që demet Allahut ka zgjedhën. Prej 7 miliard njerëzve, na ka zgjedh mua edhe ti sot mas namazit sabat me ndëgju ders. Nuk është rastisht kjo. Mos kujdoni që kjo ka ndodhur rastisht. Jo vëllezër të dashur. Na ka zgjedh Allahu në me konë që këto. Vendin më të dashur, duke i ndëgju fjalët e më të dashurit apo fjalët e Allahut subhanahu wa taala. E kjo është një farë kënaqësi shpirtërore. Imagjino 7 miliard njerëz janë, Allahu të ka zgjedh ti me qenë me njoft Allahun, me njësu Allahun, me qenë musliman, me pas imonin, me pas tauhidin, me pas sunetin, me një kohë, me një zaman që fitnët dhe sprovat, telashët, pengesat, barierat për islamin janë kulminacion.
Këtë bota që të gjithë janë bo një, janë bo truq për mi largu njerëzit prej fesë Allahut me mënyra të ndryshme, qofshin mënyra ushtarake, qofshin mënyra efsharake, qofshin me dinakri, qofshin me mashtrime, dikan me kërcnime, e do me thonë i përdorin gjitha metodët që ti me të largu prej dinit Allahut, prej fesë Allahut, imagjino ti në xhami namaz sabat me kudes. A ka knasi më të madhe se kjo? A ka lezet më të madhe se me ndi, qërëm, në zgjedhive mu Allah, qërën e lagjajon është e madhe, apo, plot kohë. Me dalë këtë namaz sabat, xhamia me konë 100 me 100 e nuk në zë. 100 me 100 e nuk në zë. Ama Allah e ti të ka zgjedhe. Se donë Allah. Allah të ka zgjedhen se ti donë. Allah të ka zgjedhen se ti do me të po në xhenet, ti të ka ngrit, ti të ka veçue, ti të ka dalue. E për që kjo është tauhidi. Andaj zoshër, si që thash se sendi më me vlerë për besimtarin, për muslimonin është tauhidi. Tauhidi është melhem për zemrën, për shpirtin. Tauhidi është balsam për sprova. Ilaç për vrasësinë e kësaj bote ku ne jetojmë. Tash për momentin jetojmë me një kohë të fiten sprovave. Për këtë kur jemi të amaneti, duke mojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një ligjërat. Duke mojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një ligjërat, erdhi një nomad. Një njeri i tha: "Oj dërgumi i Allahut, se nomad s'kan pas perte, s'kan pas marrë, njerëz kanë qenë çil, hapur. Vin xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke mojt ligjërat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pyet një pyetje, thotë: "Ja Rasulullah, me ta sa? Kur ka më bu kiameti? Kur ka më prish kjo dunjë?" Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdon me ligjëratin. Transmetuesi i hadithit thotë: "Kujtum që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e niti ata apo e harroi pyetjen atina." Kur e sosi dersin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Meni sa'il? Kush më pyeti mua?" Ajo që i dorën tha: "Unë o i dërguari i Allahut." Tha: "Kur të hupët emaneti, kur njerëzit nuk e çojnë amanetin në vend, kur njerëzit fillojnë mos me pas dert për amanetin, tha fen të dhiri sa, prit e kiametin." Andaj vëllezër dashur, ne si besimtarë kemi për fars për obligim amanetin e Allahut me çun vend. Edhe ajo është di feja e Allahut, fillimisht duke mësuar ne. Pastaj amanetin tjetër të cilin e kemi pasi që ta mësojmë fenë e Allahut, është t'ja u transmetojmë tjerëve. T'ja mësojmë me vlatëve, t'ja mësojmë bashkëshortëve, t'ja mësojmë grave, fëmijëve, pleqve, laçës tonë dhe kështu me radhë. Këtëve do të më mësue fenë e Allahut. Edhe këtë kemi amanet. Çka din, çka e mbartme e kemi amanet. Për këtë mos jemi për aty të cilët e traftojnë Allahun dhe pejgamberin, edhe amanetet që ne ka dhënë Allahu mos ta çojmë vend. Mos jemi për atyre. Për amaneteve më të rëndësishëm pas tauhidit është Islami. Domethënë është Islami kulminacioni i imanit, pastaj tauhidi, pastaj vjen namazi. Edhe këtë amanet duhet me çuën vend. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, shenjat e munafikit janë 3, apo? Shenjat e munafikut janë 3. Cilat janë? Një prej atyre, për mos me zgjatën, ka thonë idha tumin e khan. Tha kur ta jope fjalën amanetin e trafton amanetin. Se çon amanetin vend, se mba amanetin, se mba fjalën e trafton amanetin. Për këtë vëllezër duhet me kënd kujdesshëm që mos jemi prej atyre të cilët me të vërtet e traftojnë Allahun azza wa xal, edhe i mohojnë të mirët e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka shumë ajete, shumë hadithe. Pejgamberi sa ka thonë: "La dine limen la amanata la." Nuk ka fe ai cili s'ka amanet. Ai cili nuk kujdeset për amanetin, nuk kujdeset për fenë e vet, për dinën e vet, për amanetin, ai nuk ka din. Pse s'ka din? Sa ai cili e trafton Allahun, e trafton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai s'e kërkan. La yarqubuna fi mu'min illa wala dhimm. Tha ato s'kan dert hiç, ai cili s'ka amanet, nuk ka dert, ka feja, ka ligj as kurrë. Ai është tradhtor. Për këtë duhet me konë besimtar që mos të traftojmë amanetet që ne ka dhënë Allah. I pari thamë është imani dhe tauhidi, i dyti është namazin. Kujdesemi për namazin, ta çojmë vend namazin. Edhe amanetet e tjera është këtë feja është amanet. Duke një çdo punë e mirë është amanet. Çdo ibadet është amanet. Agjërimin të cilin ne agjërojmë është amanet. Zekatin të cilin ne japim është amanet. Edhe këto amanete duhet me çuën vend që mos me konë tradhtor, se në ditën e gjykimit vllazën dashur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
çdo tradhtari do të jepet një flamur që do të veçohet dhe do të dallohet mahsher kur të ringjallmi këtë njerëzit me një vend, tha tradhtari ka me pas një flamur që ka mu dallu për këtë njerëzve se ki ka tradhtuar. Lusna Allahun azza wa jall që mos na bën për atyre. Andaj vëllezër, thash ajeti 27 dhe 28 ku thot Allah ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar Allahut, o ju besimtar, la takhunu Allahu wa rasula, mos e tradhtoni Allahun dhe pejgamberin. Wa takhunu amanatikum, në këtë mënyrë amanetet e juve ju i tradhtoni, wa antum ta'lamun, edhe ju duke e ditë. Ju duke i ditë, do të thonë këtë veprim e bani me dije, jo me ignorancë. Njeriu mundet me gabu, ama kur ta bësh me vetdije është problem. Pastaj thot wa'lamu, që më njëherë mas këtij ajetit Allah shka thot wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Dijeni se pasuria juve dhe fëmijët e juve, vllatë juve janë fitnë, sprov. Komentatorët e Kuranit kanë thënë kështu. Jo rastisht Allahu më njëherë mas këtij ajetit i cek pasurinë dhe fëmijët. Se njeriu më shumë ti që tradhton Allahun dhe tradhton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe amanetin e tradhton është për sebeb pasurie. Për sebeb pasurie. I dhënë mas së dënjojnë. Hajde se ti rezoni, thot ka dal për të kam edhe pak punë. Hajde vetë në xhami kam edhe pak punë. Hajde e pezeqatin i dhimën. Domethënë, inma amwalukum wa auladukum fitna, thot dijeni se pasuria dhe vladi janë sebeb ju që me traftu amanetin, mos me çu amanetin vend. Për këtë edhe në fund Allahu me shka mbaron, tha wa anna Allaha indahu ajrun adhim. Tha dhe dijeni te Allahu ka shumë. Te Allahu ka shumë sevap. Sikur që do më na thonë çfarë, nëse pasuria dhe e vladit bën me traftu Allahun, harroje këtë, se te Allahu ki më shumë. Nëse këtu për 100 euro, 200 euro haron Allahun, te Allahu ki më shumë. Nëse fëmijët ban ti me haru Allahun, ta Allahu ki ma shumë. Adhon, kjo është ajo për të cilën ne duhet me pas kujdes. Për këtë të parë tonë, selefu sali, amaneti ka qenë shumë sen i çmum. Shumë sen me vlerë. Kure ka dhonë fjallën akrimu abeti, do të cekin një hadith e transmeton Bukhariu, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fol për kohën e Beni Israilve, për popujt e mëhershëm, thot ishte kohë një prej Beni Israilve, i cili kishte pas nevojë borx, shumë borx. Kishte pas nevojë për varë. Edhe djathtas lip majtas nuk gjen, shkon te një shok i vete, e gjen një dost, shkon i thot a ka mundësi me dhon parë, thot po, sa problem të jap borx. Tha ki dëshmitar? Sa vallaj s'kam dëshmitar. Se jam zor bel me parë se s'kam dëshmitar. Tha atëherë pa dëshmitar nuk t'i jap parë. Tha atëherë Allahun e lo dëshmitar. Allahun e lo dëshmitar. Tha po mirë, a ki dorzan, zhiran, a ki dorzan, i cili garanton që ti si mos më bish parët, vend ti mi jep paj. Tha vallaj s'kam. Po qarën, tha Allahun për e lona vekil. Allahun e lona dorzan. Tha që 1.000 lira paltonit i Allah, tha që merja dhe hec. I muri, mirë po kish shpijen e kishte onën tjetër të liqenit. Alon, liqen, onën tjetër të liqenit, e kishte shpijen, kishte ardhi, kishte lip në keton, dhe me thonë në keton i kishte lip borgjën. Dhe kër e kishte morë borgjën, i kishte i panijës, kishte shku në shpit vetë, kishte kri pun, kishte bo biznis, edhe e lan një afat, e lan një vate për mja këti borgjën. Dhe erë ditë e vadës për mja këti borgjën, i mledhe dhe ki i boni truq, edhe shkojnë në detin, brek detit, po prit anije s'ka. 3 ditë rënë prit i anije, nuk e ardhas një anije, që ti hipa anije s'shkon onën tjetër, t'ja lan borgjën, borgjlijës që cilën e kishte morë parën borgjë, su në gjeti. Ditën e 3 qarën në ksham, tha masi s'pas ka as një anije, e muri një drum, e gdheni prej mrena. E muri një drum, e gdheni prej mrena. Ishti një parët, në drum, edhe në sheli drunin, edhe shkujti një letër. Tha këto pare, po t'i nisi me t'a këthi borgjë, unë jam filoni, i biri filonit, këto pare po t'i nisi me t'i këthije. Sa thë, dëshmitare kemi Allahun, edhe dorzan është Allahu azza për këtë borgjë. E muri i gjujti. A i tjetëri cilë e ishte onën tjetër të liqenit, a i dilë ke vadën, dhe dilë ke qdo ditë mësë po vind të një anije,
Mos po vjen doni anije që ta laje borxhin, ta morë borxhin, ti morë parat e veta. Dul ditën e parë, jo ditën e tretë, tha mos pas ka rrënë, pas ka mashtruar, pas ka tradhtuar. A muslimoni nuk tradhton, nuk rrin. Edhe kur shkoj me prit anijen, kur e pa një drum. E mur drunin, thon për shpita kem xena bile. Masi parat nuk erdhën, borxhi nuk u kthi dhe ish nevojtar edhe ki për ato parë, e mura drunin, edhe u nis për shtëpi me shku në shtëpi. Dhe kur shkoj në shtëpi, po don me e qa drunin, i mshon në sakit drunit, edhe qa druni, mrena qesja me para, edhe një fletë. Po merë për e lezon fletën dhe për e thotë qërëm. Ne e kishmi dëshmitar Allahum, e kishmi dërzan Allahum. Këto pare po t'i nisi se 3 ditë rend kam prit anije që unë t'hipi dhe t'vitet të taloj borxhin, s'ka mujt me gjithë. Andaj kam mërë këto pare t'i kam shtin drunë, edhe i kam nis për të ti, i kam gjujt deti me emrin e Allahut që të mërim pare të këti. Edhe i murë ki e filloj jetës. Ki tjetëri nuk u bo rahat. Ki tjetëri amanet nuk u bo rahat. Prapin ku mbëlloj një sasit parës, të cilët atë sa i kishte borç 1.000 dinar, edhe mas një mujve unis për me shku taj, që atëherë gjeti anije. Unis dhe kur shkoj ta, tha o filan, tha unë ti kam nis parët, ti kam nis me filan datën, s'ka pas anije, po i kam shti me një dru, i kam bot qështu edhe i kam gjujtën me emrin Allah që të vim parët të këti. E nuk e dhja të kajnë mri, as të kajnë mri, se unë i kam bot që bujrëm, i kam bot edhe qëto parët për me t'i dhonë dhije. Shketa manet me qunë në vend. Tha vallahi ka në ardhë parët. Tha vallahi ka në ardhë parët. Për këtë amaneti është në sen i qmum në islam. Amaneti është këtë feja. Amanet është këtë dini. Këtë punë të mira e në amanet. E inshallah nuk e trajtojmë amanetin. Nuk e trajtojmë Allahun me namaz. Nuk e trajtojmë namazet. Nuk e trajtojmë agjerimin. Nuk e trajtojmë shahadetin. Nuk e trajtojmë tauhidin duke i bo Allah të shirk. Nuk e trajtojmë namazin duke e lënë namazin. Nuk e trajtojmë zeqatin duke u bo kopras dhe mos me dhonë zeqat. Nuk e trajtojmë agjerimin duke e prish agjerimin. Pra jemi nejmë që drojmë bura dhe e qëmë amanetin Allah në vend. E nëse e qëmë amanetin Allah në vend dhe nuk në mashtron kjo dunjon, si që është pasuria dhe malli, si që sa Allah zë gjelline me envalukum wa uladukum fitne, se ju kujdes ta se mundet me ju mashtru pasuria dhe evladit që amanetin mos me qumë vend. Mundet kjo dunjon të mirët e kësaj dunjonës me të mashtru amanetin mos me qumë vend. Kujdes, tha, tek Allahu ka shpërblim shumë. Nëse e qëmë amanetin vend, tek Allahu kemi me gjetën. Tek Allahu do të gjemë dhe do të na pagun shumë, edhe në fund do të fitojmë xhenetin Allah të azugjel. Se në kjo kohë, vrasësia e kësaj kohë, fitness, provët ku jetojmë, është shumë vështirë me rujt këtë amanet. Për këtë edhe sevap janë shumë i madh për neve. Për neve që e rujmë që këtë din, tash që këtë zaman, ka lemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë kështu. Ta ka marrë një zaman për juve. Sprova shumë, fitness shumë, telashe shumë. Për një met, dhe më thonë, ja tash ka sprova dhe fitness di do një kohë që ka pas që ka të shumë njeriu me bo gjunahe dhe mëkate, me kon i shthurur, me kon i prisht, me kon i degenerum si kur që është sot. Dhe më thonë, sot mundësit janë shumë të leta, bile, jo që janë të leta, mbronë edhe shteti edhe ligjet të fabrikume e mbrojnë njeriu me kon i degenerum, i prisht, i shthurur. Ska që se zdi do një herë. Për këtë vëllezërdoshur, i lumja i cili punon, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna min waraikum ayyamun fitan, tha pas ju o shokëmi, kanë marrë do ditë vështira, janë sprova, fitnë madhe ka me kona. El-amilu fi, el-amilu, tha i cili punon me islam çat ditë, ai i cili munohet amanetin me çun vend çat ditë, amanetin Allahut, imonin, tauhidin, namazin, zeqatin, veprat e mira. E ka sevapin sa 50. Tha e ka sevapin sa 50, Allah ja pagun sa 50 veta me punuan. Njoni pisava tha, ja Rasulullah i dërgumi Allah, sa 50 pjativa, 50 pineve. Demek, o i dërgumi Allah, Allah kam i pagu sa 50 pjative, apo sa 50 pineve. Tha bel minkum, Allah tha kam i pagu sa 50 sahabi. Sot kush e ma dinin Allah, sot kush e fal fejnë Allah, sot a i cili vin xhami, a i cili mundohet me praktiku islamin. Se, do me thonë,
Gjithçka çka bën për Islamin e ki sevapin sa 50 sahabi ndershëm. Sa 50 sahabi. Me një transmetim tjetër ka thonë ejre 50 shahida, e ka sevapin e 50 shahidave. E kjo e mirë, edhe këta manet që na ka thonë Allah, lusë në Allah në zogjel që ta mbrojmë, ta rujmë dhe t'ja mësojmë. Fillimisht t'ja mësojmë vetvetes, t'ja mësojmë familjes, t'ja mësojmë me vladit, t'ja mësojmë kushis, edhe të fillojmë ta përhapim këtë din të Allah, se këtë kemi obligim, këtë kemi farz.